E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak marrëdhënien e Juelës edhe Rogertit. Tani së fundmi, nga që e kam ekranin televiziv këtu dhe shoh Big Brotherin, së fundmi shoh një marrëdhënie të shkatruar mes Juelës dhe Rogertit. Juela kishte krijuar një besim të jashtëzakonshëm që marrëdhënia e tyre nuk do të prishet. Shumica prej jush mund të më thonë Tiron, por Juela është grindur me Selin, është e mërzitur nga Selin dhe qanë për Selin. Jo, unë mendoj që Juela e ka kuptuar që Rogerti e ka përdorur për interesat e tij, ndërsa Juela me afrimitetin që ka krijuar me Rogertin, me kohën që ka kaluar, Juela ka filluar që të krijon dhe emocione brenda vetes së saj. Do të thoni ju pse? Është banorja që ka patur jashtëzakonisht shumë debate. Dhe një malsore është shumë e fortë shpirtërisht. Një malsore është shumë e fortë emocionalisht dhe një malsore nuk mund të jetë kaq e dobët, nuk mund të jetë kaq e lehtë në emocionet e saj. Do me thënë, unë mendoj që Juela, duke u arsyetuar mes Selinës, duke u arsyetuar mes luftrave që ka me Selinën, Juela është duke e nxjerr atë boshlikun që e ka krijuar nga raporti që kishte me Rogertin. Do të thënë, Juela nuk priste që Rogerti do ta gjuante në këtë formë, por ajo mendonte që ne jemi një trekëndësh, unë, Miri dhe Rogerti. Tani, ditën e sotme, kur hyri në shtëpi Kunata e Rogertit, motra e Ençit, e cila i dha një mesazh Juelës duke e falenderuar për afrimitetin që ka treguar për Rogertin, për respektin që ka treguar për Rogertin, Juela i dha një mesazh duke i thënë që pa marrë parasysh si të jenë gjërat, ne nuk prishemi me njëra tjetrën, ne nuk e prishim raportin ton me njëri tjetrin. Dhe në këtë rast, unë e pash, do me thënë Juelën, që është aq shumë e mbushur emocionalisht, shpirtërisht, sa që në asnjë mënyrë, do me thënë, nuk e pranon dot që Rogerti nuk është në krahun e saj. Ndërsa Rogerti ka një misionin e tij të qartë që dëshiron ta fiton këtë format dhe dëshiron që të ecën përpara dhe në krah të këtij formatit Rogerti është duke luftuar kundër çdo banori. Unë mendoj që Juela kishte ndërtuar një akomoditet që unë jam këtu me Rogertin në krah dhe jam shumë e fortë. Tani, a është i sinqert ky hidhërim që kanë këto të dy? Nuk mund ta them që është i sinqert, sepse në qëndrimet që ka Rogerti nëpër shtëpi, shoh që e shikon Juelën me bishtat e synit, shoh që shikon lëvizjet e saj, Juela është shumë bombastike, sepse normalisht i ndikon shpirtërisht kjo shkëputja me Rogertin, por unë mendoj që Rogerti këtë gjën e bën vetëm e vetëm që Juela të jetë sa më shumë e fokusuar tek loja dhe të nxjerrën veten e saj. Se po të kishte ndonjë mlev dhe urrejtje, Rogerti ja kishte thënë Juelës, do me thënë, është një lloj krisje që Rogerti do ta forcojë Juelën në lojë dhe ta çojë në finale, duke e ditur forcën që Selin ka brenda në lojë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë marrëdhënie dhe nuk ma merr mendja që lotët e Juelës janë nga zënka që ka me Selin.